Këtë video po e fillojmë me një fjali në gjuhën shqipe. E ka me të ditë. Pra, qartë e ka nga dia, ose trajta me të di e ka. Përsëri njëjti kuptim në shqip, e ka nga dia, nga përvoja. Pra, pastër, shkurt dhe 100% shqip. Mirë po, loja fillon kur kjo fjalia e tërë në shqip bashkohet për ta quajtur fjalë. Këtu loja bëhet interesante dhe si me magji, fjala bëhet greke. Metodika, metoda. Në video pararendse folëm për një budalla që hedh në tavolinën e akademikëve një metodë që funksionon. Në këtë video po hidhemi drejt për drejt tek fjala metod, metodika. Sipas versionit zyrtar, sipas gjuhësisë krahasuese, fjala ka udhëtuar nga greqishtja e vjetër drejt latinishtes, e më pas në gjuhët moderne. Rënja greqishtja e vjetër methodos, morfologjia meta, që do të thot pas, në ndjekje të, dhe odhos, udhës, rrug, shteg. Kuptimi fillestar, ndjekja e një rruge, mënyrë e kërkimit të dijes. Ndërsa analizë tani sipas metodës së embryomorfemave të gjuhëtarit Agronda Lipaj. Qasja e tij zbërthen fjalën në një njësi kuptimore, kuptime minimale bazë me i fjalë, duke kërkuar një lidhje gjenetike me gjuhën shqipe. Shkërmoqja në një fjali embryomorfesh dhe rindërtimi i fjalës, metod. M-T-O-D, B-T-O-D, ose përmes rotacionit buzor, metod, B-T-O-D. Në këtë vështrim, metoda nuk shihet thjesht si një shteg fizik, por si një proces epistemologjik. Dia është prova që fitohet përmes përsëritjes dhe verifikimit dhe akumulohet duke u përsëritur derisa kthehet në mjet. Pra, metoda është dia e provuar që shërben si udhërfyes dhe embryomorfja di nuk ndodhet rastësisht tek fjala metodika. Ndaj fjala ka kuptimin në ndarjen shqip metodika, me të odika, ka të odim. Vet embryomorfja më është ndaj folje sasie dhe i jep kuptim fjalis. Ka të odim, më të odika, më të dishme kapra. Kjo ishte shkëputur nga zbërthimi etimologjik i gjuhëtarit Agronda Lipaj, i cili mbron teorinë e embryomorfemave të gjuhës shqipe. Ndërsa tani do të bëjmë një analizë të thjeshtë. Pra, kur një budalla hedh në tavolinë një metodë që funksionon, zakonisht thonë që ai ishte budallaj. Por kur në tavolinë një gjuhëtar etimolog si Agronda Lipaj, autori 8 librave etimologjik, hedh një metodë shkencore që funksionon, atëherë loja ndryshon. Nuk ka me të qeshura, ka shmangje. Sepse këtu nuk kemi më një ide të hedhur kot. Kemi një njeri që ka punuar vite, që ka ndërtuar një sistem që nuk flet me opinione, por me zbërthime konkrete. Dhe çfarë ndodh këtu tani? Këtu ndryshon qëndrimi. Gjuhëtari nuk përballet, nuk kundërshtohet me argumenta, por etiketohet sharlatan, jo shkencor, ose jashtë kornizës. Ndërkohë që për 15 vite arresht, ai ka kërkuar nga Akademia Shqiptare një gjë shumë të thjeshtë: përballje, oponencë shkencore. Dhe përgjigja, heshtje. Sepse
është më e lehtë të injorosh një metodë se sa ta përballosh. Dhe pikërisht këtu hyn fjala metodë. Sepse sipas qasjes klasike, siç e pat më lart, është thjesht rrugë, një drejtim, një ndjekje. Por në zbërthimin e tij, metodë nuk është rrugë. Është dije e mbledhur, e provuar, e përsëritur. Di, pra të dish, dhe dia bëhet mjet. Pra, nuk kërkon më, sepse e ti. Dhe kur një metodë fillon të jap rezultate, ajo nuk është më teori, është provë, dhe me sa duket, provat në këtë fushën e gjuhësisë janë të rrezikshme, kur nuk i komandon dot. E vërteta lakuriqe tani, kur një metodë funksionon dhe ti zgjedh të heshtësh, nuk po mbron shkencën, po mbron dogmën. Pyetja është e thjesht për akademinë. Ju po heshtni sepse nuk vlen, apo sepse nuk e përballoni dot. Pra, nuk keni një metodë ju për të përballur me gjuhëtarin? Nëse po, atëherë do të thotë troç se ju nuk keni me të di e ka e barabart me dije. Gjuhëtari pra e ka me të dinë e tij. Po ju